Ajo mbërriti me një krem karamel të thjesht në duar, duke dashur vetëm të shite mbesën të frynte qirinj. Por u prit me përbuzje dhe, para të gjithëve, u dhunua nga nusja e djalit. Ajo që askush nuk priste ishte që ajo grua e moshuar dhe e përvuajtur të ngrihej me një forcë që do t'i mbyllte gojen gjithë festës. Nëse kjo histori ju interesoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe na tregoni nga cili qytet po na ndiqni, vazhdojmë. Nëna Drita u zgjua para se të lindte dielli, siç bënte prej më shumë se 50 vjetësh. Sytë e saj të lodhur u hapën ngadalë, duke u përshtatur me errësirën e dhomës së vogël që tani e quante shtëpi. Ishte një dhomës e ngushtë, në pjesën e pasme të një shtëpie në periferi të Kamzës, në Tiranë, me mure të qëruara dhe një dritare të vogël që linte të hynte vetëm një fije drite gjatë ditës. Aty, mes një krevati tek të dhuruar nga një fqinje dhe një dollapi të vjetër që kërciste sa herë që e hapte, nëna Drita ruante kujtimet dhe dinjitetin e saj. U ul në cep të krevatit, duke ndjer peshën e 73 viteve të saj në kyçe. Duart, të shenjuara nga kallo e vena të dala, i dridheshin lehtë ndërsa kërkonte shapkat në dyshemen e ftohtë. Ishin duar që kishin ngritur mure, që kishin përzier çimento, që kishin mbjell kopshte dhe që kishin përkundur një djalë në krah kur bota ende duke i plot premtime. Tani, po ato duar mbanin vetëm mallin e një kohe kur gjithçka kishte kuptim. Shtëpia ku jetonte nëna Drita ishte e saja. Ose të paktën kishte qenë. Ajo dhe burri i saj, zoti Gëzim, e kishin bler atë truall të zbrazët më shumë se 40 vjet më parë, kur Kamza ishte ende një zonë në zhvillim dhe familjet e thjeshta mund të ëndërronin për një copë tokë që ta quanin të tyren. Së bashku, ata kishin ngritur çdo tull të asaj ndërtese. Zoti Gëzim punonte ditën si punëtor ndërtimi dhe natën kthehej për të ndërtuar shtëpinë e tij. Nëna Drita mbante ujë, përziente llaç, mbante trarët ndërsa ai i gozhdonte. Ishin të rinj, të fortë, plot shpresë. Ende e mbante mend ditën kur më në fund arritën ta blinin truallin. Kishin kursyer çdo qindark për vite me radhë, duke i ruajtur parat në një kuti tenaqeje biskotash të fshehur nën krevat. Zoti Gëzim punonte në 2 ndërtime të ndryshme, dilte nga shtëpia para orës 5 të mëngjesit dhe kthehej pas orës 9 të darkës. Nëna Drita lante rroba për të tjerët, u hekuroste zonjave të pasura të lagjes, shiste ëmbëlsira në pazar të dielave. Gjithçka për të mbledhur atë shumë që dukej e pamundur. Kur më në fund i patën mjaftueshëm, shkuan bashkë te noteri, dorë për dore, me zemrën që u rrite fort. Trualli ishte i vogël, i parregullt, ndodhej në një rrugë me baltë pa asfalt, por ishte i tyre. Për herë të parë në jetë, kishin diçka që askush nuk mund t'ua merrte. Ose kështu mendonin. Ndërtimi i shtëpisë zgjati vite. Nuk kishin para për të punësuar murator, ndaj bënin gjithçka vetë. Gjatë fundjavave, miqtë dhe fqinjet vinin për të ndihmuar dhe në këmbim nëna Drita bënte një gosë bujare, të shërbyer me buzëqeshje dhe mirënjohje. Muret u ngritën ngadalë, tull pas tulle, me çimento të përzier me dorë. Zoti Gëzim këmbënguli t'i bënte themelet të thella, shumë të forta, sepse thoshte se një shtëpi ka nevojë për bazë të fortë që të zgjas për breza. Nëna Drita qeshte me gjithë atë kujdes, por edhe emocionoi. Ai po mendonte për të ardhmen, për t'i lënë diçka djalit që ende nuk kishte lindur. Djali i tyre, Arbeni, lindi aty, në atë shtëpi ende të papërfunduar, në një natë me shi të fortë. Nëna Drita e mbante mend të qarën e djalit që jehonte nëpër muret pas suva, lumturinë e zotit Gëzim kur e mbajti foshnjën për herë të parë, ndjesinë se gjithçka ia vlente. Arbeni u rrit duke vrapuar nëpër atë obor, duke u ngjitur në pemët që ata kishin mbjell, duke luajtur me fqinjet në pasditet me diell. Ishte një djalë i qetë, i bindur, që e ndihmonte nënën në punët e shtëpisë dhe që e respektonte baban me një admirim të heshtur. Vitet kaluan. Arbeni u bë një burr punëtor, i ndershëm, por mbante një brishtësi që nëna Drita e kishte vënë re gjithmonë. Ishte sikur kishte frikë të mos kënaqte të tjerët, të gabonte, të zinte shumë hapësirë në boll. Kur njohu Valbonën, nëna Drita ndjeu një shtrëngim në gjoks që nuk diti ta shpjegonte. Kishte diçka në mënyrën se si ajo grua e shikonte djalin e saj, diçka që përziente interes dhe llogari. Por Arbeni ishte i dashuruar dhe nëna Drita, si shumë nëna, i gëlltiti dyshimet e saj dhe hapi krahët për të pritur nusën. Valbona ishte e bukur, e dinte këtë dhe e përdorte. Vinte nga një familje që gjithmonë kishte pasur pak dhe gjithmonë kishte dashur shumë. Që ditën e parë, ajo e pa shtëpinë e nëna Dritës dhe pa një mundësi. Jo dashuri, jo ngrohtësi, por mundësi.
dhe kur Zoti Gëzim ndëroi jetë 5 vjet më parë duke marrë me vete forcën që e mbante atë familje, Valbona pa derën e hapur për të marrë atë që donte. Në fillim, ajo ishte ndryshe. Kur Arbeni e solli për të njohur prindërit, Valbona u tregua e sjellshme, simpatike, e lavdëroi shtëpinë, ndihmoi në kuzhinë, fitoi besimin e nëna Dritës me gjeste të vogla dashurie. Zoti Gëzim ishte më i përmbajtur, kishte atë instinktin e babait mbrojtës që nuat rrezikun, por Arbeni ishte aq i dashuruar sa plaku më në fund u dorëzua. Dasma ishte e thjeshtë, në gjendjen civile, me një fest në oborrin e shtëpisë. Valbona veshi një fustan të bardhë të përdorur që nëna Drita e ndihmoi ta rregullonte dhe gjatë gjithë ceremonisë dukej sinqerisht e lumtur. Ndoshta në atë moment ajo vërtet ishte. Ose ndoshta tashmë po planifikonte gjithçka, duke pritur momentin e duhur. Vitet e para ishin të qeta. Valbona dhe Arbeni jetuan në një apartament me qira, të vogël dhe të ngushtë, por që ata e quanin shtëpi. Elira lindi 3 vjet pas martesës dhe për një farë kohe u duk se amësia e kishte zbutur Valbonën. Ajo kujdesej për foshnjën me përkushtim, i jepte gji, i ndëronte pelenat, i këndonte ninulla. Nëna Drita shkonte t'i vizitonte sa herë që mundej, u çonte ushqim, ndihmonte me kujdesin për mbesën, ndihej e realizuar si gjyshe. Edhe Zoti Gëzim shkrihej për mbesën e vogël, kalonte orë të tëra duke bërë shprehje qesharake për ta bërë të qeshte, i ndërtoi një kaldruri që qëndronte në sallonin e apartamentit. Por pastaj Zoti Gëzim u sëmur. Ishte diçka e shpejtë, mizore, pa paralajmërim. Një ditë ishte mirë, duke punuar, duke qeshur, duke jetuar. Të nesërmen, u rrëzua në mes të rrugës. Kur mbërriti në spital, mjekët thanë se kishte qenë një pikë në tru. Nëna Drita i qëndroi pranë gjatë 3 ditëve që ai rezistoi, duke i mbajtur dorën, duke u lutur, duke ju përgjëruar që të mos e linte. Por ditën e tretë, Zoti Gëzim u largua, duke marrë me vete gjysmën e shpirtit të saj. Ishte pas vdekjes së vjerit që Valbona filloi të ndryshonte. Ose më mirë, ishte kur ajo ndaloi së shtiruri. E shite nëna Dritën të zhytur në zi, të humbur mes letrave dhe dokumenteve, dhe kuptoi se ajo ishte mundësia e përkryer. Filloi të shfaqej në shtëpi më shpesh, gjithmonë me justifikime. Erdha t'ju ndihmoj me këto fatura, vjehër. Solla disa formularë që t'i firmosni, janë nga sigurimet shoqërore, do t'ju ndihmojnë me pensionin. Lëre t'i zgjidh unë këto, ju nuk keni nevojë të shqetësoheni. Nëna Drita, e raskapitur dhe ende pa forca për t'u marrë me burokracinë, i besoi. Dhe Valbona, pak nga pak, mori në dorë gjithçka. Nëna Drita kur nuk kishte ditur të lexonte mirë. Kishte studiuar vetëm deri në klasën e 2 fillore dhe pastaj jeta e kishte tërhequr drejt punës, drejt mbijetesës. Zoti Gëzim gjithmonë kujdesej për letrat, faturat, dokumentet. Kur ai iku, nëna Drita u ndje e humbur mes formularëve, vulave dhe fjalëve që kërcenin para syve të saj pa kuptim. Pikërisht atëherë Valbona u shfaq me zërin e saj të ëmbël dhe buzëqeshjen e saj false. Duhet të firmosni këtu, vjehër. Është vetëm për të rregulluar shtëpinë. Është e rëndësishme që të mos keni probleme me shtetin. Më besoni mua, unë kujdesem për gjithçka. Dhe nëna Drita, e lodhur në zi, duke besuar në mirësinë që ajo vetë mbante brenda saj, firmosi. Firmosi letra që nuk i kuptonte, vuri shenjën e gishtit në dokumente që nuk i lexoi, dorëzoi shtëpinë e saj në duart e atij që kur nuk duhej t'i kishte besuar. Kur e kuptoi se çfarë kishte bërë, ishte tepër vonë. Shtëpia, ajo shtëpi që ajo e kishte ngritur me duart e veta, tani ishte ligjërisht në emër të Valbonës. Dhe Valbona nuk humbi kohë. E shtyu vjerën në dhomën e vogël të pasme, filloi ta trajtonte si pushtuese, si barë, si një kujtim të bezdishëm të një të kaluare që ajo donte ta fshinte. Arbeni e pa gjithçka në heshtje. U përpoq të ndërhynte disa herë, por gruaja e tij e shtypte me britma, me poshtërime, me një mizori të ftohtë që e linte të paralizuar. Para së bijës, Valbona e quante të padobishëm, të dobët, burr pa vlerë. Para fqinjeve, ajo qeshte me të, e shtynte, e trajtonte si një qen të zbutur. Dhe Arbeni, i zënë në një rjet frike dhe turpi, përkulej gjithnjë e më shumë, derisa pothuajse u zhduk. Nëna Drita u ngrit nga krevati dhe eci drejt dritares së dhomës së vogël. Jashtë, dita po fillonte të zbarte. Mund të dëgjonte tingujt e parë të shtëpisë që zgjohej, zhurmën e rubinetit të hapur, zërin e mprehtë të Valbonës që i bërtiste diçka Arbenit. Pshertiu thellë, duke ndjer peshën e asaj dite të re.
Sot ishte ditëlindja e mbesës, Elirës. Vajza mbushte 12 vjeç dhe nëna Drita i kishte premtuar vetes se do të ishte atje, qoftë edhe vetëm për ta përqafuar dhe për t'i uruar lumturi. Elira ishte drita në errësirën e nëna Dritës. Vajza kishte sytë e ëmbël të Arbenit dhe një zemër që ende nuk ishte kontaminuar nga hidhësia e SM-s. Sa herë që mundej, Elira aratisej në dhomën e gjyshes, ulej në cep të krevatit dhe qëndronte aty, duke biseduar, duke qeshur, duke kërkuar histori nga koha kur babai ishte fëmijë. Nëna Drita tregonte dhe mbesa dëgjonte me vëmendje, sikur ato kujtime të ishin thesare të rralla. Ishin këto momente kur e moshuara ndjente se ende ja vlente të ishte gjallë. Valbona e urrente këtë afërsi. E urrente kur shite të bien të vraponte në krahët e gjyshes, e urrente kur Elira kthehej nga vizita me sytë që i shkëlqenin nga lumturia, e urrente idenë se ekzistonte dashuri në atë shtëpi që nuk kalonte përmes saj. Dhe për këtë, pak nga pak, filloi të vendoste rregulla. Elira nuk mund të rrijë aq gjatë atje prapa. Gjyshja është e zënë. Gjyshja duhet të pushojë. Gjyshja nuk është e ftuar në festë. Por Elira, kokfort siç din të jenë vetëm fëmijët trima, gjente gjithmonë një mënyrë për t'i shkelur ndalimet. Nëna Drita u largua nga dritarja dhe shkoi te kuzhina e vogël e improvizuar që kishte në cep të dhomës. Ishte një furnele e vjetër, një tenxhere e shtypur dhe disa kavanoza me ushqime që i ruante me kujdes. Hapi një nga kavanozat dhe nxori prej andej përbërësit që kishte mbledhur gjatë javëve të fundit. Vezë që ja kishte dhënë fqinja, qumësh që kishte arritur ta blinte me monedat që ruante, sheqer që kishte kërkuar hua. Do të bënte një krem karamel për Elirën. Nuk ishte gjë e madhe, nuk ishte një festë luksoze si ajo që Valbona po përgatiste përpara, por ishte bërë me dashuri. Dhe nëna Drita e dinte se mbesa do ta njihte këtë dashuri që në glënjkën e parë. Punoi ngadalë, duke i përzier përbërësit me kujdes, duke ndjerë çdo lëvizje si një lutje të heshtur. Ndërsa përziente brumin, ju kujtuan të gjitha herët që e kishte bërë po atë krem karamel për Arbenin kur ai ishte fëmijë. Ju kujtuan festat e thjeshta në obor, të qeshurat e miqve të djalit, gëzimi kur i shihte të gjithë të mbledhur duke ngrënë dhe festuar. Ku shkoi gjithë ajo? Ku shkoi djali që vraponte nëpër obor? Ku shkoi familja që ajo e ndërtoi me aq shumë sakrifica? Krem karameli u fut në furrën e improvizuar dhe nëna Drita u ul në karrigen e vjetër për të pritur. Mbylli syt për një çast dhe, në atë heshtje të ngarkuar me kujtime, ndjeu praninë e Zotit gëzim. Ai gjithmonë thoshte se drejtësia mund të vononte, por vinte. Gjithmonë. Nëna Drita donte ta besonte këtë, por çdo ditë që kalonte, shpresa po i shuhej si rëra mes gishtave. Jashtë dhomës së vogël, shtëpia gëlonte nga aktiviteti. Valbona ishte në kulmin e lavdisë së saj. Kishte punësuar një DJ, kishte porositur një tortë të madhe, e kishte mbushur oborin me tullumbace me ngjyra dhe karrige plastike. Ftoi fqinjë, shok të së bijës, të njohur që mezi ua dinte emrin. Nuk ishte një fest për Elirën. Ishte një fest për veten e saj, për të treguar se kishte pushtet, se kishte kontroll, se ishte pronarja e asaj shtëpie. Çdo detaj ishte menduar për të bërë përshtypje, për të shkaktuar zili, për të afirmuar dominimin e saj mbi gjithçka dhe të gjithë. Arbeni ishte në obor duke ndihmuar për të rregulluar tavolinat. Lëvizte si një automat duke ju bindur urdhrave të gruas pa pyetur. Valbona kalonte pranë tij duke e shtyr, duke korrigjuar gjithçka që ai bënte, duke i bërtitur se ishte gabim, se ishte i paaftë, se nuk bënte as për gjërat më të thjeshta. Ai ulte kokën dhe vazhdonte, siç bënte gjithmonë. Fqinjet që po ndihmonin shkëmbenin vështrime të sikletshme, por askush nuk thoshte gjë. Ishte më mirë të mos përziheshe. Elira ishte në dhomën e saj, duke parë nga dritarja lëvizjen jashtë. Duhej të ishte e lumtur, ishte ditëlindja e saj, por ndjente një zbrazëti në gjoks që nuk arrinte ta shpjegonte. Ishte 12 vjeç, por ndonjëherë ndihej shumë më e madhe, sikur mbante një peshë që nuk duhej të ishte e saja. E donte nënën, por edhe kishte frikë prej saj. E donte baban, por vuante kur e shihte aq të thyrë. Dhe e donte gjyshen mbi gjithçka, por nuk e kuptonte pse ajo jetonte në atë dhomë të errët, pse nuk mund të ishte me ta, pse gjithçka dukej kaq gabim. Vajza zbriti shkallët dhe shkoi në kuzhinë, ku Valbona po kontrollonte tortën. E ëma u kthye dhe i dhuroi një buzëqeshje të gjerë, por ishte një buzëqeshje që nuk i arrinte në sy. Princesha ime, gjithçka gati për festën tënde.
Do të jetë ditëlindja më e bukur që ke pasur ndonjëherë. Elira sforcoi një buzëqeshje. Faleminderit, mami. Mund ta thëras gjyshen të vijë? Buzëqeshja e Valbonës ngriu. Syt I shkëlqyen nga një zemërim I përmbajtur. Gjyshja është e zënë, Elira. Nuk ka nevojë të vijë. Ka shumë njerëz këtu, nuk do të ndihet mungesa e saj. Por është ditëlindja ime, mami. Unë dua që ajo të jetë këtu. Valbona mori frym thellë duke kontrolluar irritimin. Do të shohim, mirë? Tani shko në dhomë të bëhesh gati. Shokët e tu do të vinë së shpejti. Elira doli me kokën ulur duke e ditur se ai do të shohim do të thoshte jo. U ngjit ngadalë shkallëve duke ndjer lotët që filluan t'i formoheshin. Kur arriti në dhomë, u ul në krevat dhe përqafoi jastëkun. Nuk ishte kështu si duhej të ishte një ditëlindje. Atje në dhomën e pasme, nëna Drita e nxori krem karamelin nga fura dhe e la të ftohej. Kishte dalë perfekt. I ardh sipër, kremos brenda, saktësisht siç duhej të ishte. E mbështolli enën me një pecet të pastër që e kishte larë posaçërisht për këtë rast dhe priti. Priti momentin e duhur, atë çast kur mund t'i afrohej mbesës, t'i jepte atë dhuratë të bërë me dashuri dhe pastaj të kthehej në këndin e saj. Nuk donte sherr, nuk donte të tërhiqte vëmendje. Donte vetëm ta shite Elirën të buzëqeshte. Pasditja po vinte dhe me të edhe të ftuarit. Obori u mbush me njerëz, me të qeshura, me muzikë të lartë. Diji që Valbona kishte punësuar ishte një djalë I ri, rreth të 20-tave, që montoi pajisjet e tij në një cep dhe filloi të luante këngë ritmike. Ai quhej Besart dhe njihej në lagje si profesionist I mirë. Kishte një vështrim të vëmendshëm, vëzhgues, nga ata që kapin më shumë se ç'duhet. Valbona ishte rrezatuese, qarkullonte mes të ftuarve, qeshte me zë të lartë, mburrej. Arbeni ishte ulur në një cep, pothuajse I padukshëm, duke pirë birë dhe duke parë në tokë. Disa miq u përpoqën të bisedonin me të, por ai përgjigjej me një rrokje dhe ata shpejt hiqnin dorë. Ishte sikur ai nuk ishte vërtet aty. Elira u shfaq e veshur për festë, e bukur dhe e rregulluar, por me atë të njëjtën zbrazëti në sy. Valbona e tërhoqi në mes të oborrit, bëri kujdes të bënte foto, t'u tregonte të gjithëve se ishte një nënë e përkushtuar, se ajo festë ishte dëshmi e dashurisë së saj. Elira buzëqeshte për fotot, por brenda saj kishte vetëm një dëshirë të madhe për të dalë me vrap. Pikërisht atëherë u shfaq nëna Drita. Ecte ngadalë nëpër korridorin ansor të shtëpisë, duke mbajtur krem karamelin në duar, e veshur me rrobat më të bukura që kishte, që ishte një fustan I thjeshtë dhe I lar aq herë sa ishte zbehur. Kur shkeli në obor, pati një heshtje të shkurtër, sikur ajri të ishte thithur pa pritur. Të ftuarit e pan atë, pastaj pan Valbonën, duke pritur ndonjë reagim. Valbonës I vlonte gjaku. Si guxonte ajo grua të shfaqej. Si guxonte të pushtonte festën e saj me atë fytyrë të mirë, me atë krem karamel qesharak prej fukaraje. Por u përmbaj, të paktën për momentin. Kishte shumë njerëz që shikonin dhe ajo duhej të ruante aparencat. Elira e pa gjyshen dhe fytyra I u ndriçua. Vrapoi drejt saj dhe e përqafoi me gjithë forcën që kishte. Nëna Drita mbylli sytë dhe e ndjeu atë përqafim si balsam në shpirt. I mbajti fytyrën mbesës me njërën dorë dhe I pëshpëriti. Gëzuar ditëlindjen, bija ime. E bëra këtë për ty me gjithë dashurinë time. Elira e mori krem karamelin, e emocionuar, dhe e pa gjyshen me sytë që I shkëlqenin. Faleminderit, gjyshe. Të dua shumë. Valbona e vëzhgonte skenën nga larg, me një shprehje që përziente urrejtje dhe zili. Si arrinte ajo plak t'ia vifte vëmendjen së bijës. Si arrinte ta bënte Elirën të buzëqeshte në atë mënyrë, një mënyrë që ajo vetë kur nuk e kishte arritur. Nuk ishte e drejtë. Asgjë nga kjo nuk ishte e drejtë. Nëna Drita u përpoq të largohej në mënyrë diskrete, donte vetëm të kthehej në dhomën e saj dhe ta linte festën të vazhdonte, por Elira ja mbajti dorën. Rri këtu me mua, gjyshe. Të lutem. E moshuara hezitoi. E dinte se prania e saj aty vetëm do të sillte probleme, por nuk mund t'i mohonte asgjë asaj vajze. Kështu që qëndroi në këmbë pranë mbesës, ndërsa festa vazhdonte rreth tyre. Të ftuarit rifilluan bisedat, deri filloi muzikën dhe për disa minuta u duk se gjithçka do të ishte mirë. Por Valbona nuk mund t'ia hiqte sytë vjehrës.
Shite mënyrën se si Elira mbante dorën e gjyshes, shite mënyrën se si nëna Drita i buzëqeshte mbesës, shite atë dashuri që ajo kur nuk do të arrinte ta riprodhonte. Dhe kjo e breu për brenda si acid. Piu edhe një glënjë birë, ndjeu alkoolin t'i ngrohte gjoksin dhe vendosi se nuk do ta linte të kalonte kështu. Nuk do ta linte atë plak t'i prishte edhe një herë atë që ishte e saja. Arbeni vuri re shprehjen e gruas dhe ndjeu zemrën t'i shtrëngoi. E njihte atë vështrim. Ishte vështrimi që vinte para stuhive. U ngrit nga karrigia dhe u përpoq të afrohej, ndoshta për ta qetësuar Valbonën, ndoshta për të shmangur atë që ndjente se ishte gati të ndodhte. Por e dinte, thellë, se nuk kishte forcë të ndalonte asgjë. Kur nuk kishte pasur. Dielli filloi të perëndonte, duke e ngjyrosur qiellin me portokalli dhe rozë, dhe festa vazhdonte. Besarti, vëzhgonte gjithçka nga posti i tij. Kishte parë shumë gjëra në jetë, kishte luajtur në shumë festa, por kishte diçka në atë shtëpi që e shqetësonte. Diçka në tensionin e ajrit, në mënyrën se si ajo grua bjonde e shikonte të moshuarën, në trishtimin e burrit të ulur në cep. Ai nuk dinte ta shpjegonte, por ndjente se diçka do të ndodhte. Dhe nga instinkti, ndezi regjistrimin e pajisjes së tij. Gjithmonë e bënte këtë në festa, për të pasur një regjistrim të zërit dhe për të përmirësuar punën e tij më vonë. Por atë natë, ai regjistrim do të ishte shumë më i rëndësishëm se sa mund ta imagjinonte. Erdhi koha për të kënduar shumë urime për ty. Valbona i mblodhi të gjithë, ndezi qirinjt e tortës gjigante dhe e thiri Elirën në mes. Vajza shkoi, ende duke mbajtur dorën e gjyshes, duke e marrë me vete nëna Dritën. Kjo ishte pika që derdhi kupën. Valbona ndjeu zemërimin t'i shpërthente brenda si një bombë. Jo. Nuk do të lejonte që ajo plak të qëndronte në qendër të festës së saj, pranë së bijës, duke i vjedhur protagonizmin që ishte i saj. Të gjithë filluan të këndonin në shumë urime për ty, dhe zëri i Valbonës spikaste, i lartë dhe i mbret, sikur donte t'i mbyte të gjithë të tjerët. Elira i fryu qirinjt dhe të ftuarit duar trokitën. Pikërisht atëherë nëna Drita bëri një hap përpara, duke mbajtur krem karamelin që kishte sjell dhe ja zgjati mbesës. Kjo është për ty, Elira. E bërë me gjithë dashurinë. Elira do ta merrte enën kur Valbona u shfaq para tyre si një barrierë njerëzore. Fytyra i ishte skuqur, syt i shkëlqenin nga zemërimi. Ti nuk je e ftuar këtu. Zëri i saj e preu ajrin si një te. Muzika ndaloi. Di e fiku zërin. Të ftuarit heshtën, të sikletosur, pa ditur ku të shikonin. Arbeni u ngrit nga karrigia, por mbeti aty ku ishte, i paralizuar nga frika. Nëna Drita e pa nusën me qetësi, duke mbajtur krem karamelin me vendosmëri. Erdha vetëm t'i sjell një dhuratë mbesës sime. Nuk dua të shkaktoj probleme. Valbona bëri një hap përpara, duke pushtuar hapësirën e vjerës. Problem? Ti je problemi. Ti ke qenë gjithmonë. Shfaqesh këtu me këtë ushqim fukarenjsh, duke dashur të bëhesh viktim, duke dashur të tërheqësh vëmendje. Por kjo shtëpi është e imja, kjo fest është e imja, dhe ti nuk ke vend këtu. Fjalët dolën si pështym, të ngarkuara me helm. Elira filloi të qante, duke u përpjekur të futej mes nënës dhe gjyshes. Mami, mjaft. Të lutem. Por Valbona e shtyu mënjan dhe vazhdoi, tani duke bërtitur që të dëgjonin të gjithë. Ti prish gjithçka. Gjithmonë ke prishur. Je një plak e kotë që shërben vetëm për të zënë vend. As nuk e di pse të lë ende të rish në atë dhomës. Duhej të kisha nxjerrë në rrugë shumë kohë më parë. Të ftuarit ishin të shokuar. Disa filluan të ngriheshin duke menduar të largoheshin, por mbetën të mbërthyer aty, dëshmitar të pavullnetshëm të asaj skene të tmerrshme. Arbeni më në fund arriti të lëvizte dhe u përpoq të afrohej. Valbona, mjaft. Kjo nuk është e drejtë. Ajo u kthye drejt tij me një vështrim vrasës. Ti do të heshtësh, o frikaca. Kjo është mes meje dhe nënës tënde. Apo do ta mbrosh atë? Do t'u tregosh të gjithëve se je një burr pa shtyllë kurrizore? Dhe para se ai të mund të përgjigjej, Valbona e shtyu me forcë. Arbeni u lëkund dhe gati sa nuk u rrëzua. Poshtërimi ishte i plodh. Ai uli kokën dhe u tërhoq, i mundur edhe një herë.
Valbona e ktheu vëmendjen te nëna Drita, e cila vazhdonte të qëndronte në këmbë, duke mbajtur krem karamelin me lotët që filluan t'i rridhnin nëpër fytyrën e rrudhur. E moshuara nuk tha asgjë, vetëm e shikonte nusen me një trishtim të thellë, nga ata që nuk kanë nevojë për fjalë për t'u kuptuar. Pikërisht atëherë Valbona pa karrigen plastike me defekt të mbështetur në mur, ishte një karrige e vjetër, me njërin këmbë të krisur, që ajo vetë e kishte ndarë për ta hedhur. Në atë moment tërbimi të verbër, ajo e kapi dhe e ngriti mbi kokë. Të ftuarit gulquan, të pabesuar. Elira bërtiti. Arbeni u përpoq të lëvizte, por ishte tepër vonë. Valbona e uli karrigen me gjithë forcën që kishte, duke goditur shpinën e nëna Dritës. Goditja ishte brutale. E moshuara u lëkun përpara, krem karameli i rëshiti nga duart dhe ra në tokë, duke u përhapur në një pellë të artë dhe kremos. Nëna Drita ra në gjunjë, duke ndjer dhimbjen që i shpërtheu në shpinë, duke ndjer botën që i rrotulloi rreth saj. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Askush nuk lëvizte. Askush nuk merrte frym. Ishte sikur koha të kishte ngrirë në atë çast të tmerrshëm. Elira vrapoi të gjyshja, duke qarë në mënyrë të pakontrolluar, duke u përpjekur ta ndihmonte të ngrihej. Arbeni mbeti në vend, me duart që i dridheshin, syt plot lot, faji që e shtypte si një peshë e padurueshme. Valbona e lëshoi karrigen në tokë dhe shikoi përreth, fytyrat e shokuara të të ftuarve, dhe pastaj tha, me një zë që përpiqej të tingëllonte i fortë, por që dridhej në skaje. E meritoi. Ajo nuk respekton asgjë. Nuk respekton askën. Por askush nuk e besoi. Të gjithë kishin parë. Të gjithë e dinin se ajo ishte një mizori pa justifikim. Dhe në atë moment, diçka ndryshoi në ajër, sikur një vijë e padukshme të ishte kaluar dhe nuk kishte më kthim prapa. Nëna Drita ishte në gjunjë në tokë, me duart e mbështetura në dheun e ftohtë të oborrit, duke ndjer dhimbjen pulsuese në shpinë. Krem karameli që e kishte bërë me aq shumë dashuri ishte përhapur rreth saj, një njollë e artë që dukej se mbante gjithë trishtimin e atij momenti. Elira ishte pranë saj, duke qarë, duke u përpjekur ta ndihmonte të ngrihej, por e moshuara nuk mund të lëvizte. Jo nga dhimbja fizike, megjithse ajo ishte e fortë, por nga dhimbja në shpirt, nga poshtërimi, nga siguria se kishte kaluar një kufi nga i cili nuk mund të kthehej më. Të ftuarit mbetën të paralizuar, disa me duart në gojë, të tjerë me sytë të zgurdulluar nga shoku. Ishte sikur të gjithë ishin bllokuar në një flusk mosbesimi, të paaftë për të përpunuar atë që sapo kishin dëshmuar. Një grua kishte goditur një të moshuar me një karrige, para të gjithëve, para një fëmije. Ky nuk ishte një debat familjar që doli jashtë kontrollit. Ishte dhunë e pastër, mizore, e pajustifikueshme. Valbona ende mbante karrigen e thyer, duke gulquar, me fytyrën të kuqe dhe sytë që i shkëlqenin nga një zemërim që dukej se nuk kishte fund. Shikoi përreth, fytyrat e shokuara të fqinjëve, dhe ndjeu për herë të parë atë natë një thumbim pasigurie. Kishte shkuar shumë larg? Jo. Nuk mund të mendonte kështu. Nuk mund të tregonte dobësi. E lëshoi karrigen në tokë me zhurmë dhe ngriti mjekrën, sfiduese. E meritoi. Të gjithë e patë. Ajo erdhi këtu të më ofendoj, të pushtoj shtëpinë time, të prish festën e vajzës sime. Unë vetëm u mbrojta. Por askush nuk u përgjigj. Askush nuk ra dakord. Vështrimet që më parë ishin të sikletshme tani ishin të neverisë. Një zonjë më e moshuar, fqinje prej kohësh, u ngrit nga karrigia dhe doli pa thënë asnjë fjalë, duke tundur kokën në shenjë mosmiratimi. Të tjerë filluan të ngriheshin gjithashtu, duke marrë çantat, duke mbledhur sendet e tyre, duke dalë në mënyrë diskrete nga porta. Festa kishte mbaruar dhe të gjithë e dinin këtë. Arbeni më në fund arriti të lëvizte. Vrapoi te nëna e tij dhe u gjunjëzua pranë saj, lotët i rridhnin nëpër fytyrë. Nën, më fal. Më fal. Duhej të kisha mbrojtur. Duhej të kisha bërë diçka. Nëna Drita e pa të birin dhe në atë vështrim kishte kaq shumë gjëra. Dashuri, zhgënjim, trishtim, por edhe një mirëkuptim të thellë. Ajo e njihte Arbenin më mirë se kushdo. E dinte brishtësinë e tij, e dinte se ai ishte i bllokuar në një situatë që e mbytte. Nuk ishte e zemëruar me të. I vinte keq. Nuk ishte faji yt, biri im. Edhe ti je viktim. Fjalët dolën të ulta, të lodhura, por të ngarkuara me një të vërtetë që e preu Arbenin si një thikë.
Ai e futi fytyrën në duar dhe qau, një e qarë e mbytur nga turpi dhe pa fuqia. Elira përqafoi baban dhe gjyshen në të njëjtën kohë, duke krijuar një rreth dhimbjeje të përbashkët në mes të atij obori që më parë ishte plot me muzikë dhe të qeshura. Valbona e vëzhgonte skenën me një përzierje urrejtjeje dhe dëshpërimi. Po humbiste kontrollin e situatës. Njerëzit po largoheshin, Elira po qante, Arbeni po përqafonte nënën e tij në vend që ta mbronte atë. Gjithçka po shkonte keq. Duhej të rimerte kontrollin. Duhej t'i bënte njerëzit të harronin atë që pan, të besonin përsëri tek ajo. Do të ikni kështu? Festa nuk ka mbaruar. Ende ka tort, ka pije. Qëndroni, ju lutem. Por askush nuk qëndroi. Një nga një të ftuarit u larguan, disa pa u përshëndetur fare, të tjerë duke murmuritur justifikime të paqarta. Së shpejti obori ishte bosh, me vetëm karriget e shpërndara, tullumbacet që po shfryeshin, tortën e paprekur në tavolinë. Festa që Valbona e kishte planifikuar me aq kujdes për të treguar fuqinë e saj ishte shndërruar në makthin e saj më të madh. Besarti, di, po çmontonte pajisjet e tij kur pas skenën nga cepi ku ishte. Kishte regjistruar gjithçka, që nga momenti kur Valbona filloi të bërtiste deri te goditja me karrige. E dinte se kjo ishte e rëndësishme, se një ditë mund të bënte diferencën. E ruajti skedarin me kujdes, e emërtoi provë dhe e ruajti në 3 vende të ndryshme. Nuk e dinte ende si apo kur do të ishte e dobishme, por instinkti i thoshte ta ruante. Nëna Drita më në fund arriti të ngrihej, e mbështetur te Arbeni dhe Elira. Shpina i dhimbte shumë, por e dinte se nuk kishte thyer gjë. Kishte vetëm dhimbjen e goditjes, dhimbjen e poshtërimit dhe dhimbjen e të diturit se gjithçka kishte arritur në një pikë pa kthim. Shikoi Valbonën, e cila qëndronte në mes të oborit të zbrazët dhe për herë të parë pas vitesh nuk ndjeu frikë. Ndjeu diçka tjetër. Ndjeu vendosmëri. Kjo nuk do të mbetet kështu. Zëri i nëna Dritës doli i fortë, i qartë, dhe Valbona u kthye drejt saj me sy të ngushtuar. Vërtet? Dhe çfarë do të bësh? Do të therrasësh policin? Kujt do t'i tregosh? Kjo shtëpi është e imja. Ti nuk ke asgjë. Je një plak pa para, pa shkollë, pa pushtet. Kush do të besoj ty? Nëna Drita nuk u përgjigj. Vetëm e shikoi thellë në sy nusen, me një intensitet që e bëri Valbonën të tërhiqej një hap prapa. Pastaj, e mbështetur te mbesa, eci ngadalë drejt dhomës së saj. Çdo hap ishte një përpjekje, por ajo nuk do të përkulej. Nuk do t'i jepte Valbonës kënaqësinë ta shihte të thyer. Kur arriti në dhomë, nëna Drita u ul në cep të krevatit dhe i kërkoi Elirës të sillte diçka. Vajza vrapoi dhe u kthye duke mbajtur një dosje të vjetër, me lëkurë të krisur që gjyshja e ruante brenda dollapit. Nëna Drita e hapi dosjen me kujdes dhe filloi të nxirrte dokumente prej saj. Letra të zverdhura nga koha, disa me skaje të grisura, por të gjitha të ruajtura me kujdes. Ishin aktet origjinale të pronësisë së shtëpisë, fatura të pagesave të taksave që datonin dekada më parë, letra të shkëmbyera me zotin Gëzim kur ai punonte në një qytet tjetër dhe ata planifikonin blerjen e truallit. Kishte gjithashtu një letër që zoti Gëzim e kishte shkruar pak para se të ndërronte jetë. Nëna Drita kur nuk ja kishte treguar atë letër askujt, as Arbenit. Por tani, në dritën e dobët të llambës së dhomës, ajo e hapi dhe e lexoi me zë të lartë për Elirën. Vajza dëgjonte, e magjepsur dhe e trishtuar në të njëjtën kohë. Letra thoshte: Drita, dashuria ime. Nëse diçka ndodh me mua, mbroje shtëpinë tonë. E di që ti u beson njerëzve dhe kjo është e bukur tek ti, por jo të gjithë e meritojnë besimin. Ruaj mirë letrat që kemi. Kur mos firmos asgjë pa e kuptuar. Shtëpia është e jotja, është e Arbenit, është e nipërve tanë. Mos lejo askënd të ta marrë. Unë kam punuar gjithë jetën për t'i dhënë një shtëpi familjes sonë. Mbroje këtë shtëpi. Me dashuri të përjetshme, Gëzimi. Elira qau kur dëgjoi fjalët e gjyshit që kur nuk e kishte njohur. Nëna Drita e palosi letrën me kujdes dhe e vendosi përsëri në dosje, bashkë me të gjitha dokumentet e tjera. Tani e dinte se çfarë duhej të bënte. Zoti Gëzim ishte përpjekur ta paralajmëronte, ishte përpjekur ta mbronte edhe nga përtej. Dhe ajo kishte dështuar. Kishte besuar shumë, kishte qenë naive, kishte dorëzuar në duar të gabuara atë që ishte më e çmuar. Por ende kishte kohë.
Ende kishte një shans për t'i rregulluar gjërat. Gjyshe, a mund të bëjmë diçka me këto letra? Nëna Drita e pa mbesën dhe për herë të parë atë natë skicoi një buzëqeshje. Mundemi, bija ime. Mundemi. Në ditët që pasuan festën katastrofike, historia e asaj që kishte ndodhur u përhap në përlagje si zjarri në kash. Fqinjet komentonin me zë të ulët në dyert e shtëpive, në radhët e dyqanit, në shesh. U vinte keq për nëna Dritën, e dënonin Valbonën, por askush nuk bënte asgjë konkrete. Ishte më e lehtë të komentoje se sa të veproje, më komode të ndjeje keqardhje nga larg se sa të përfshiheshe. Valbona ndjente peshën e vështrimeve në rrugë. Kur kalonte, bisedat ndalonin. Kur hynte në dyqan, njerëzit largoheshin. Izolimi social ishte diçka që ajo nuk e kishte parashikuar, dhe kjo e irritonte thellësisht. Përpiqej të mbante kokën lart, të shtirej se nuk I bëhej vonë, por për brenda filloi të ndjente frikën të rritej. Dhe kur ndjente frikë, Valbona bëhej edhe më agresive. Në shtëpi, klima ishte e padurueshme. Arbeni mezi fliste, jetonte I mbyllur në dhomë ose dilte për të pirë me miq. Elira u mbyll në botën e saj, kalonte orë të tëra në dhomë duke shkruar në ditarin e saj, duke vizatuar, duke u përpjekur të përpunonte gjithçka që kishte parë dhe ndjerë. Valbona përpiqej t'i afrohej së bijës, por Elira e shmangte. Vajza nuk mund ta shikonte më nënën në të njëjtën mënyrë. Kishte parë diçka tek ajo atë natë, diçka të errët dhe të frikshme, që kishte ndryshuar përgjithmonë imazhin që kishte. Nëna Drita, nga ana tjetër, nuk doli nga dhoma e saj ditët e para. Shpina ende I dhimbte dhe I duhej kohë për të menduar, për të planifikuar. Merrte vizita diskrete nga Elira, e cila I sillte ushqim fshehurazi nga e ama, ulej në cep të krevatit dhe qëndronte aty, në heshtje, vetëm duke I bërë shoqëri. Ishin momente të çmuara që forconin lidhjen mes gjyshes dhe mbesës dhe që mbillnin të vajza farën e një guximi që ajo as nuk e dinte se e kishte. Ishte Elira ajo që pati idenë e letrës. Një natë, e shtrirë në dhomën e saj, ajo mori letër e stilolaps dhe filloi të shkruante. Shkroi për gjyshen, për gjithçka që ajo përfaqësonte, për dashurinë që ajo gjithmonë I jepte edhe pa marrë asgjë në këmbim. Shkroi për festën, për atë që kishte parë, për dhimbjen që ndjente në gjoks. Nuk e dinte ende se çfarë do të bënte me atë letër, por duhej të nxirrte jashtë gjithçka që kishte të ruajtur. Ndërsa Elira shkruante, Besarti, Diji, ishte në shtëpinë e tij, duke menduar për videon që kishte ruajtur. E dinte se kishte diçka të rëndësishme në duar, por nuk dinte si të vepronte. T'ia tregonte policisë? T'ia tregonte dikujt? Të heshte? Ndërgjegjja e shqetësonte. Kishte parë një padrejtësi të qartë, kishte provën në duar, por nuk e dinte cili ishte roli I tij në këtë. Vendosi të priste. Nëse dikush do të kishte nevojë për atë video, ai do të ishte aty. Për momentin, do ta ruante si një sekret të rëndë. Një javë pas festës, nëna Drita mori një vizitë të papritur. Ishte teto Luljeta, një ish kolege nga koha kur punonte në një fabrikë rrobash, më shumë se 20 vjet më parë. Të dyja kishin qenë shumë të afërta, ndanin drekën, ndanin trishtimet dhe gëzimet e jetës. Pasi fabrika u mbyll, secila ndoqi rrugën e saj, por kur nuk e humbën plotësisht kontaktin. Teto Luljeta kishte dëgjuar thashethemet në lagje dhe vendosi të shkonte të shihte shoqen. Kur hyri në dhomën e vogël dhe pa kushtet në të cilat jetonte nëna Drita, ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Drita, shoqja ime, çfarë të kanë bërë? Të dyja u përqafuan dhe qanë bashkë. Nëna Drita I tregoi gjithçka, që nga dita kur firmosi letrat pa kuptuar deri te dhunimi në fesë. Teto Luljeta dëgjonte me vëmendje, duke tundur kokën, duke I mbajtur dorën shoqes. Ke nevojë për një avokat, Drita. Kjo nuk mund të mbetet kështu. Ti ke të drejta, ke prova. Por unë nuk kam para për të paguar avokat, Luljeta. Mezi kam para për të ngrënë. Teto Luljeta mendoi për një moment dhe pastaj pati një ide. Ju kujtua e bija, Blerina, e cila ishte diplomuar për drejtësi 2 vjet më parë dhe po fillonte karrierën. Ishte një vajzë idealiste që gjithmonë fliste për përdorimin e ligjit për të ndihmuar ata që kishin më shumë nevojë. Ndoshta ajo mund të bënte diçka. Vajza ime është avokate, Drita. Do të flas me të. Jam e sigurt se do të doj të ndihmoj. Nëna Drita ndjeu një fije shprese të ndizej brenda gjoksit. Nuk ishte shumë, por ishte diçka.
Dhe në atë moment, çdo gjë ishte më shumë se sa kishte më parë. Blerina erdhi ta vizitonte nëna Dritën disa ditë më vonë. Ishte një e re rreth 26 vjeç, me sy të vendosur dhe një mënyrë serioze të foluri. U ul në dhomën e vogël, dëgjoi gjithë historinë, ekzaminoi dokumentet që nëna Drita ruante në dosjen e vjetër. Sa më shumë lexonte, aq më shumë i rritej indinjata. Ky ishte një rast i qartë abuzimi, mashtrimi, përvetësimi i paligjshëm. Dhe dhuna fizike e bënte gjithçka edhe më të rëndë. Nëna Drita, ju keni një çështje të fortë. Shumë të fortë. Jam pothuajse e sigurt se mund ta kthejmë situatën e shtëpisë dhe gjithashtu ta padisim nusën tuaj për dhunë. Por do të duhet guxim. Do të duhet të përballeni me gjithë këtë në gjykatë, të jepni dëshmi, të rijetoni momente të dhimbshme. A jeni e gatshme? Nëna Drita e pa avokatën e re dhe pa tek ajo diçka që e kishte humbur prej kohësh. Pa shpresë. Pa drejtësi. Pa mundësinë për të ngritur më në fund dhe për të luftuar. Jam e gatshme. Jo për vete, por për mbesën time. Ajo duhet të shohë se ne nuk mund t'i lëmë gjërat e gabuara të mbeten kështu. Ajo duhet të mësoj se gjithmonë ia vlen të luftosh për atë që është e drejtë. Blerina buzëqeshi dhe i zgjati dorën. Atëherë do të luftojmë bashkë. Do ta marr këtë çështje pro bono, ose siç i thon, falas. Jo nga keqardhja, por për drejtësi. Sepse nëna ime gjithmonë më ka treguar histori për ju, se si keni qenë e fortë, punëtore, bujare. Dhe sepse unë besoj se të gjithë meritojnë ta kenë dinjitetin e tyre përsëri. Të dyja shtrënguan duart, duke vullosur aty një partneritet që do të ndryshonte gjithçka. Nëna Drita ndjeu, për herë të parë pas vitesh, se nuk ishte vetëm. Se kishte njerëz të gatshëm të luftonin në krah të saj. Dhe kjo bënte gjithë diferencën. Në ditët në vijim, Blerina filloi të punonte për çështjen me përkushtim të plotë. Mblodhi të gjitha dokumentet që kishte nëna Drita, i fotografoi, i organizoi, përgatiti një padi të detajuar. Bisedoi me fqinjet që ishin në festë dhe që pranuan të jepnin dëshmi. Shkoi te Besarti, Di, dhe kur ai i tregoi videon që kishte ruajtur, ajo e dinte se çështja ishte e fituar. Ajo ishte provë e pakundërshtueshme. Videoja ishte tronditëse. Tregon Valbonën duke bërtitur, duke poshtëruar vjehrën, duke e quajtur plak të kotë, duke thënë se do ta shiste shtëpinë dhe do ta dëbonte. Tregon momentin kur ajo mori karrigen dhe goditi shpinën e nëna Dritës. Tregon Elirën duke bërtitur, Arbenin duke qarë, të ftuarit të tmerruar. Ishte e pamundur ta shihej atë dhe të mos ndjejë revolt. Blerina e ruajti videon në formate dhe vende të ndryshme, përgatiti gjithçka për ta paraqitur në gjykatë. Por më parë duhej të regjistronte denoncimin. Shkoi me nëna Dritën në komisariat, e ndihmoi të bënte kallëzim për dhunë fizike dhe për vetësim të paligjshëm. Komisari që i priti u trondit nga historia dhe premtoi se çështja do të kishte vëmendje të veçantë. Kur Valbona u njoftua se po paditej, mendoi se ishte një shaka. Si guxoi ajo plak? Si arriti të gjente një avokat? Kush ishte pas kësaj? Zemërimi i saj shpërtheu përsëri dhe ajo e shfryu te Arbeni. I bërtiti, e akuzoi se po mbështeste nënën pas shpine, e poshtëroi edhe një herë. Arbeni, tashmë në limit, doli nga shtëpia dhe u strehua në lokalin e lagjes. Ndërkohë, Elira kishte marrë një vendim. Letra që i kishte shkruar gjyshes ishte gati dhe ajo donte që bota ta dinte të vërtetën. Krijoi një llogari në një rrjet social popullor, shkroi gjithë letrën dhe e publikoi. Nuk priste asgjë, vetëm donte të shfryhej, të nxirrte jashtë dhimbjen që ndjente. Por letra i preku njerëzit në një mënyrë që ajo kur nuk e kishte imagjinuar. Brenda pak orësh, kishte qindra shpërndarje. Brenda një dite, mira. Njerëzit komentonin të emocionuar, ndanin histori të ngjashme, ofronin mbështetje. Letra e Elirës, e shkruar me sinqeritetin e një fëmije 12 vjeçar, ishte bërë virale dhe po prekte zemra në të gjithë vendin. Media lokale filloi të kërkonte historinë. Një gazetar i një emisioni televiziv popullor kontaktoi Blerinën duke dashur të bënte një reportazh. Avokatja bisedoi me nëna Dritën dhe e moshuara, pasi mendoi shumë, pranoi. Donte që historia e saj të frymëzonte gratë të tjera të mos pranonin abuzime, të mos lejonin të merrnin atë që ishte e tyre me të drejtë. Reportazhi u transmetua në një orar me shikueshmëri të lartë.
Nëna Drita tregoi historinë e saj me thjeshtësi dhe dinjitet, pa viktimizim, pa egzagjerime. Vetëm të vërtetën e zhveshur. Prezantuesi u emocionua dukshëm, ashtu si miliona teleshikues. Numri I mbështetësve të çështjes shpërtheu. U krijuan nisma online për të ndihmuar me kostot, peticione që kërkonin drejtësi, mesazhe dashurie nga e gjithë Shqipëria. Valbona e pa reportazhin dhe ndjeu botën t'i shembej. Ishte e ekspozuar, e demaskuar, e izoluar. Fqinjet tani jo vetëm që e shmangnin, por e konfrontonin. Disa njerëz arritën të hidhnin vesë në derën e shtëpisë, të tjerë bërtisnin fjalë të ndyra kur ajo kalonte. Arbeni, duke parë gjithë këtë, filloi të kuptonte se kishte jetuar vite në një burg emocional dhe se ishte koha të çlirohej. Seanca gjyqësore ishte caktuar. Do të ishte momenti I së vërtetës, dita kur gjithçka do të vendosej. Nëna Drita ishte nervoze, por edhe e vendosur. Kishte Blerinën në krah, kishte Elirën që I mbante dorën, kishte mbështetjen e një vendi të tërë. Nuk ishte vetëm. Dhe kjo bënte gjithë diferencën. Dita e seancës gjyqësore zbardhi e vrenjtur në kamës. Nëna Drita u zgjua më herët se zakonisht, me zemrën që I rrite shpejt dhe duart e djersitura. Kishte kaluar gjithë natën duke u rrotulluar në krevat, duke menduar për gjithçka që do të thoshte, si do të sillej, nëse do të kishte guxim të shikonte në sy Valbonën dhe të tregonte gjithë të vërtetën. U ngrit, bëri dush ngadalë, veshi rrobat më të bukura që kishte, një fustan blu të errët që Elira ja kishte blerë me paratë që kishte mbledhur duke bërë punë të vogla në lagje. Blerina erdhi herët për ta marrë. Avokatja e re ishte serioze, e fokusuar, por gjithashtu transmetonte një besim që e qetësonte Nëna Dritën. Kishin përgatitur gjithçka me kujdes, kishin provuar pyetjet që me siguri do të bëheshin, kishin organizuar të gjitha dokumentet në dosje të etiketuara. Çështja ishte solide, por Blerina e dinte se në drejtësi kur nuk mund të kishe siguri absolute. Varej nga gjykatësi, nga argumentimi I mbrojtjes, nga 1000 variabla që I shpëtonin kontrollit. Rrugës për në gjykat, Nëna Drita shikonte nga dritarja e makinës, duke parë qytetin që kalonte. Ato rrugë I njite të gjitha përmendësh, kishte ecur nëpër to gjithë jetën. Sa herë kishte shkuar në dyqanin e asaj qosheje? Sa herë kishte pritur autobusin në atë stacion? Sa histori ruante ajo lagje nga jeta e saj? Dhe tani po shkonte të luftonte për të rimarrë atë që ishte e saja, për të provuar se ende kishte vlerë, se ende meritonte respekt dhe dinjitet. Elira shkoi bashkë me ta, këmbënguli të ishte aty. Nëna Drita u përpoq ta binte të qëndronte në shtëpi, I thoshte se ishte shumë e rëndë për një vajzë 12 vjeçare të dëshmonte atë, por Elira ishte e palëkundur. Donte të ishte pranë gjyshes, donte ta shite të luftonte, donte të dëshmonte momentin kur drejtësia më në fund do të vijej në vend. Edhe Arbeni shkoi, por qëndroi I heshtur gjatë gjithë rrugës, duke parë duart e tij I humbur në mendimet e veta. Kur arritën në gjykat, tashmë kishte njerëz që prisnin. Historia kishte marrë aq shumë jehon sa gazetarët ishin në derë, duke dashur të intervistonin Nëna Dritën. Blerina I mbajti larg, shpjegoi se klientja e saj kishte nevojë për qetësi para seancës. Por premtoi se, në varësi të rezultatit, do të kishte kohë për biseda më vonë. Brenda ndërtesës, atmosfera ishte solemne. Korridoret mbanin erë letre të vjetër dhe pastrimi të freskët. Njerëz qarkullonin me pirgje dosjesh, avokat bisedonin me zë të ulët me klientët, jeta vazhdonte në atë ingranazh burokratik të drejtësisë. Nëna Drita ndihej e vogël aty, e humbur në atë botë ligjesh dhe termash teknik që nuk I kuptonte. Por kishte Blerinën në krah, dhe kjo mjaftonte. Valbona arriti gjysmë ore më vonë, e shoqëruar nga një avokat që e kishte punësuar me paratë që kishte kursyer. Ishte një burr në moshë të mesme, me kostum të rrudhur dhe fytyrë jo miqësore. Kur Valbona hyri në korridor dhe pa Nëna Dritën të ulur në stol duke pritur, syt I shkëlqyen nga zemërimi. Por u përmbaj, të paktën në atë moment. E dinte se duhej të ruante aparencat, se po vëzhgohej, se një hap I gabuar mund të shkatëronte gjithçka. Avokati I saj u përpoq të argumentonte se Nëna Drita I kishte firmosur dokumentet me vullnet të lirë, se transferimi I shtëpisë kishte qenë I ligjshëm, se nuk kishte prova për detyrim. Por Blerina ishte e përgatitur. Kishte mbledhur dëshmi nga fqinjet që konfirmonin se Nëna Drita mezi dinte të lexonte, se Zoti gëzim gjithmonë kujdesej për të gjitha letrat, se pas vdekjes së tij ajo mbeti plotësisht e humbur.
kishte gjithashtu letrën që vetë gëzimi e kishte shkruar para se të ndëronte jetë, duke e paralajmëruar gruan të mos firmoste asgjë pa e kuptuar. Kur më në fund u thirrën për të hyrë në sallën e gjyqit, nëna Dritës i dridheshin këmbët. Blerina i mbajti krahun fort dhe i përshpëriti fjalë inkurajuese. Elira i mbajti dorën tjetër gjyshes, duke e shtrënguar fort, duke i transmetuar gjithë dashurinë dhe mbështetjen që mundej. Hynë bashk, njëra pran tjetrës, 3 breza grash të bashkuara në kërkim të drejtësisë. Gjykatësi ishte një burr rreth 50 vjeç, me syze dhe shprehje të ashpër. U ul në karrigen e tij, rregulloi letrat në tavolinë dhe kërkoi që të gjithë të uleshin. Filloi duke lexuar procesin me zë të lartë, një përmbledhje e gjithçkaje që ishte në lojë aty. Pronësia e një shtëpie, dinjiteti i një të moshuare, riparimi i një abuzimi. Kur mbaroi së lexuari, shikoi nëna Dritën dhe e pyeti nëse ishte gati të jepte dëshminë e saj. Nëna Drita u ngrit me këmbët ende që i dridheshin dhe shkoi në vendin e treguar. Shikoi përreth, pa Valbonën të ulur në anën tjetër, me atë shprehje përbuzjeje që e njihte aq mirë. Pa Arbenin me kokën ulur, duke shmangur të shikonte këdo. Pa Elirën me sytë plot lot, por edhe plot vendosmëri. Dhe pastaj filloi të fliste. Tregoi gjithçka. Që nga dita kur ajo dhe gëzimi blen truallin, duke kaluar në për vitet e punës së palodhur për të ngritur shtëpinë, deri te vdekja e burrit dhe pa fuqia që ndjeu më pas. Tregoi si Valbona u shfaq me letra, me fjalë të bukura, me premtime se po ndihmonte vetëm. Tregoi si firmosi dokumente që nuk i kuptonte, duke besuar në mirësinë që ajo vetë mbante, pa imagjinuar se po mashtrohej. Zëri i nëna Dritës ishte i ulët në fillim, i dridhur, por fitoi forcë ndërsa fliste. Kur arriti te pjesa se si u shty në dhomën e pasme, se si filloi të trajtohej si pushtuese në shtëpinë e saj, për poshtërimet e përditshme, e gjithë salla ishte në heshtje. Edhe gjykatësi kishte ndaluar së shkruari dhe e shikonte me vëmendje. Dhe pastaj tregoi për festën. Se si bëri një krem karamel me ato pak burime që kishte, se si donte vetëm të përqafonte mbesën dhe të kthehej në këndin e saj, se si u dhunua para të gjithëve. Kur mbaroi, po qante, por jo nga dobësia. Ishin lotët e dikujt që më në fund kishte pasur mundësinë të dëgjohej, të tregonte versionin e saj, të ekzistonte si person. Gjykatësi i kërkoi të ulej dhe thirri Valbonën për të dëshmuar. Nusja u ngrit me arrogancë, me mjekrën lart dhe shkoi në vendin e treguar. Avokati i saj e kishte udhëzuar të mohonte gjithçka, të thoshte se dhunimi kishte qenë një aksident, se transferimi i shtëpisë kishte qenë i ligjshëm. Dhe këtë u përpoq të bënte. Tha se nëna Drita i kishte firmosur letrat me vetdije, se e dinte shumë mirë se çfarë po bënte. Tha se e moshuara ishte problematike, se shpikte histori, se donte të shkaktonte sherrë në familje. Për sa i përket dhunimit, tha se kishte qenë një aksident, se karrigia i kishte rrëshitur nga dora, se kur nuk kishte pasur qëllim të lëndonte askën. Zëri i saj ishte i fortë, por sytë tradhtonin nervozizmin. Po gënjente dhe të gjithë aty e dinin këtë. Pikërisht atëherë Blerina kërkoi fjalën dhe kërkoi shfaqjen e videos. Gjykatësi autorizoi dhe Besarti, i cili ishte i pranishëm si dëshmitar, dorëzoi median që kishte përgatitur. Ndezën pajisjet, projektuan videon në ekran dhe e gjithë salla e pa në heshtje. Regjistrimi ishte i qartë, pa zhurma, duke kapur gjithçka me përsosmëri. Zëri i Valbonës që bërtiste se nëna Drita ishte një plak e kotë, se krem karameli i saj ishte ushqim fukarenjsh, se do ta shiste shtëpinë dhe do ta dëbonte vjerën. Momenti kur ajo mori karrigen, e ngriti qëllimisht dhe e përplasi me forcë kundër shpinës së të moshuarës. Elira duke bërtitur, Arbeni duke qarë, të ftuarit të tmerruar. Nuk kishte si të mohoj, nuk kishte si të thuaj se ishte aksident. Ishte dhunë e pastër, e filmuar, e dokumentuar, e pa kundërshtueshme. Kur videoja mbaroi, heshtja në sallë ishte absolute. Valbona ishte e zbeth, avokati i saj dukej sikur donte të zhdukej nën tavolinë. Gjykatësi hoqi syzet, i fshiu me një shami dhe i vendosi përsëri në fytyrë. Shpreja e tij ishte e një indinjate të thellë. Përveç videos, Blerina paraqiti dëshmitë e shkruara të fqinjeve që ishin në festë. Të gjithë konfirmonin të njëjtën histori, të gjithë përshkruanin brutalitetin e aktit, të gjithë thoshin se Valbona kishte vepruar me vetdije dhe qëllim të plotë. Paraqiti gjithashtu dokumentet e vjetra të shtëpisë, aktet origjinale të pronësisë, letrën e gëzimit, faturat e pagesave që provonin se pronësia gjithmonë kishte qenë nëna Dritës dhe burrit të saj.
Avokati i Valbonës u përpoq të argumentonte, u përpoq të krijonte hapësira, por nuk kishte ku të shkonte. Provat ishin dërmuese, çështja ishte e humbur. Valbona e kuptoi këtë dhe, për herë të parë pas shumë kohësh, ndjeu frikë të vërtetë. Frikë nga pasojat, frikë se do të humbiste gjithçka, frikë se do të mbetej vetëm dhe e demaskuar. Elira u thirr për të dhënë dëshminë e saj. Vajza u ngjit në vend me këmbët që i dridheshin por me zërin të fortë. Tregoi për marrëdhënien me gjyshen, se si nëna Drita gjithmonë e kishte trajtuar me dashuri, se si i bënte ëmbëlsira edhe pa pasur para, se si e dëgjonte pa bërtitur. Tregoi gjithashtu për nënën, se si e shite baban të poshtërohej vazhdimisht, se si kishte frikë brenda shtëpisë, se si ajo natë e festës kishte ndryshuar gjithçka për të. Kur Elira mbaroi se foluri, po qante, dhe gjysma e sallës po qante bashkë me të. Gjykatësi kërkoi një pushim prej 15 minutash, u ngrit dhe doli nga salla. Të gjithë e dinin se i duhej një moment për të përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar dhe parë. Gjatë pushimit, Valbona u përpoq t'i afrohej Arbenit, u përpoq ta bënte të qëndronte në anën e saj, por burri e largoi. Për herë të parë pas vitesh, Arbeni e shikoi në sy gruan dhe i tha jo. I tha se ishte i lodhur, se nuk duronte më, se ajo kishte shkuar shumë larg. I tha se kishte turp nga vetja që i kishte lënë gjërat të arrinin në atë pikë, por që prej atij momenti gjërat do të ndryshonin. Valbona mbeti e shokuar, nuk e priste atë reagim. U përpoq të bërtiste, por Arbeni thjesht u largua dhe shkoi të ulej pranë nënës së tij. Kur gjykatësi u kthye, të gjithë u ulën përsëri. Ai rregulloi letrat, shikoi secilin nga të pranishmit dhe pastaj filloi të fliste. Zëri i tij ishte i qartë, i fortë, i ngarkuar me autoritet. Rrallë, në të gjitha vitet e mia të magjistraturës, kam dëshmuar një rast kaq të qartë abuzimi, detyrimi dhe dhune në familje kundër një personi të moshuar. Ajo që pash në këtë proces, dhe veçanërisht në videon e paraqitur, është e papranueshme në çdo shoqëri të civilizuar. Zonja Valbona ka përfituar nga cenueshmëria e vjerrës së saj, një grua e moshuar, analfabete funksionale dhe në zi, për të marrë në zotërim një pasuri që nuk i përkiste. Dhe kur po kjo vjeher u përpoq të mbante një lidhje afektive me mbesën e saj, u dhunua brutalisht në publik. Gjykatësi bëri një pauzë, duke i lënë fjalët e tij të jehonin nëpër sallë. Përballë provave të paraqitura, deklaroi të pavlefshëm transferimin e pronësisë së kryer. Shtëpia i përket me të drejtë zonjës Drita, e veja e gëzimit, siç dëshmohet nga aktet origjinale të pronësisë dhe faturat e pagesave. Urdhëroi regjistrimin përfundimtar të pasurisë në emër të paditëses, me të gjitha masat ligjore të nevojshme për të garantuar zotërimin e saj të plotë dhe të menjëhershëm. Nëna Drita ndjeu zemrën t'i shpërthente nga emocionet. Elira ja shtrëngoi dorën fort, duke qarë nga gëzimi. Blerina buzëqeshi, e kënaqur, duke e ditur se drejtësia ishte vënë në vend. Arbeni pëshertiu i lehtësuar, sikur një peshë gjigante t'i ishte hequr nga shpina. Por gjykatësi nuk kishte mbaruar. Përveç kësaj, lëshoi urdhër mbrojtjeje të menjëhershëm në favor të zonjës Drita. Zonja Valbona ndalohet t'i afrohet paditëses në një distancë më të vogël se 500 metra, ta kontaktoj me çfarëdo mjeti dhe të hyjë në pronën në fjalë. Mos respektimi i kësaj mase do të sjellë arrest preventiv. Zonja Valbona ka afat 48 orë për të tërhequr sendet e saj personale nga banesa, gjithmonë e shoqëruar nga një përmbarues gjyqësor. Valbona ishte në shok, nuk arrinte të përpunonte atë që po dëgjonte. Avokati i saj u përpoq të protestonte, por gjykatësi e ndërpreu me një gjest të prerë të dorës. Nuk kam mbaruar ende. Prokuroria do të njoftohet për të marrë masat e duhura në lidhje me dhunën fizike të dokumentuar në video. Ka prova të mjaftueshme për veprën penale të plagosjes së lehtë me dashje kundër personit të moshuar, gjë që mund të rezultojë në një proces penal të pavarur nga ky proces civil. Mbrojtja do të ketë të drejtën e kundërshtimit dhe mbrojtjes së gjerë, por provat e paraqitura këtu janë të forta dhe duhet të merren në konsideratë. Çekiçi ra mbi tavolinë duke vulosur vendimin. Seanca kishte përfunduar. Nëna Drita ishte e lirë, shtëpia ishte e saj përsëri dhe Valbona ishte e mundur në çdo kuptim. Kur dolën nga salla, kishte një grup të vogël mbështetësish që prisnin jashtë, njerëz që e kishin ndjekur historinë nëpër gazeta dhe rrjetet sociale. Duart trokitën kur pan nëna Dritën, bërtitën fjalë inkurajuese, ofruan përqafime. Gazetarët rrethuan Blerinën duke kërkuar deklarata.
Avokatja e re foli shkurtimisht, shpjegoi rezultatin e seancës, tha se ishte një fitore jo vetëm për nëna Dritën, por për të gjithë të moshuarit që vuajnë abuzime të heshtura në familjet e tyre. Nëna Drita gjithashtu dha një intervistë të shkurtër, falenderoi të gjithë për mbështetjen dhe pastaj tha diçka që do të mbetej e shënuar për gjithmonë. Një nën nuk është karrige. Nëse përpiqen ta thyejnë, ajo ngrihet. Fraza u përsërit nga gazetat, u shpërnda në rrjetet sociale, u bë simbol i rezistencës dhe dinjitetit. Nëna Drita, ajo e moshuar e thjesht nga kamza, ishte bërë zëri i mirë agrave të tjera që jetonin situata të ngjashme. Historia e saj frymëzonte, mobilizonte, transformonte. Kur u kthyen në shtëpi atë pasdite, nëna Drita nuk shkoi në dhomën e pasme. Shkoi në dhomën kryesore, atë që ajo dhe gëzimi e kishin ndarë për kaq shumë vite, atë nga e cila Valbona e kishte dëbuar. U ul në krevat, shikoi përreth dhe ndjeu lotët t'i rridhnin. Nuk ishin lot trishtimi. Ishin lot çlirimi. Elira hyri në dhomë dhe u hodh në krahët e gjyshes. Të dyja qëndruan aty, të përqafuara, duke qarë bashk, duke ndjer peshën e atij momenti historik. Arbeni u shfaq në derë, i ndrojtur, dhe kërkoi leje për të hyrë. Nëna Drita tundi kokën dhe i biri u afrua ngadalë. U gjunjëzua pranë nënës, e futi fytyrën në prerin e saj dhe i kërkoi falje edhe një herë. Nën, unë dështova me ty. I lash të ndodhnin gjithë këto. Isha i dobët, isha frikacaj. Më fal. Nëna Drita i përkëdheli flokët të birit, siç bënte kur ai ishte fëmijë dhe shihte ëndra të këqija. Ti nuk ishe i dobët, biri im. Ti ishe i burgosur. Por tani je i lirë. Të gjithë jemi të lirë. Atë natë, të tre darkuan bashkë në kuzhinën e shtëpisë, diçka që nuk ndodhte prej vitesh. Nëna Drita bëri një ushqim të thjeshtë, oriz, fasule, një pul me qep, por gjithçka kishte shije fitoreje. Elira ndihmoi të shtronte tryezën, Arbeni lau enët më pas. Ishte një familje që përpiqej të rindërtohej pjesë-pjesë me durim dhe dashuri. Në ditët në vijim, Valbona duhej të zbatonte urdhrin gjyqësor. U shfaq në shtëpi e shoqëruar nga një përmbarues, mblodhi rrobat, sendet personale dhe doli pa parë prapa. Ishte e mundur, e poshtëruar, e vetme. Arbeni kërkoi menjëherë divorcin, nuk donte më asgjë me të. Jeta që Valbona kishte ndërtuar bazuar në manipulim dhe abuzim ishte shembur plotësisht. Komuniteti rreth nëna Dritës u mobilizua në mënyra të papritura. Fqinjet u shfaqën për të ndihmuar në rinovimin e shtëpisë, sollën bojra, vegla, punë vullnetare. Donin që nëna Drita të kishte përsëri jo vetëm pronësinë ligjore, por edhe shtëpinë që meritonte. Brenda pak ditësh, shtëpia ishte e lyer, e pastër, e organizuar. Dhoma e pasme u shndërrua në një studio të vogël ku nëna Drita filloi të jepte kurse gatimi për fëmijët e lagjes. Një grup fqinjesh u mblodhen dhe i dhuruan nëna Dritës një karrige të re. Ishte prej druri rezistent, e punuar mirë, e rehatshme. E vendosën karrigen në dhomën e ndenjes, në vendin e nderit. Karrigia e thyer, ajo që Valbona e kishte përdorur si armë, u vendos në obor si një monument. Një kujtesë se dhuna kur nuk fiton, se dinjiteti gjithmonë ngrihet. Elira filloi të flinte përsëri e qetë, duke e ditur se gjyqja ishte e sigurt. Filloi të buzëqeshte, të luante, të ishte përsëri fëmijë. Letra që kishte shkruar dhe publikuar në rrjetet sociale vazhdonte të bëhej virale, duke prekur njerëz, duke gjeneruar debate për respektin ndaj të moshuarve, për rëndësinë e denoncimit të abuzimeve, për atë se sa thelbësore është të luftosh për drejtësi edhe kur duket e pamundur. Arbeni filloi të bënte terapi, duke u përpjekur të përballej me traumat e viteve të abuzimit emocional. Ishte një proces i ngadaltë, i dhimbshëm, por i nevojshëm. Por i mësonte të kishte zë, të kishte mendim, të zinte hapësirë në botë pa frikë. Nëna e mbështeste, gjithmonë e duruar, gjithmonë e dashur, duke e ditur se shërimi kërkon kohë. Historia e nëna Dritës arriti deri në një emision televiziv me audiencë të madhe, dhe ajo u ftua të jepte një intervistë live. Ishte nervoze, kur nuk kishte folur para kamerave më parë, por pranoi sepse donte ta përdorte përvojën e saj për të ndihmuar njerëz të tjerë. Natën e intervistës, u ul në divanin e studios me Elirën në krah dhe tregoi gjithçka përsëri. Foli për dhimbjen, për pafuqinë, për atë se si gati sa nuk hoqi dorë. Por foli edhe për rëndësinë e të mosheshturit, të kërkimit të ndihmës, të besimit se drejtësia ekziston.
Foli për Blerinën, avokaten që e mbrojti falas sepse besonte në atë që ishte e drejtë. Foli për Besartin, DJ-in që pati prezencën e shpirtit për të regjistruar gjithçka. Foli për Elirën, mbesën trime që shkroi një letër dhe preku gjithë vendin. Foli për komunitetin që e mbështeti kur ajo kishte më shumë nevojë. Dhe në fund, përsëriti frazën që tashmë ishte bërë motoja e saj. Një nën nuk është karrige. Nëse përpiqen ta thyen, ajo ngrihet. Intervista pati miliona shikues dhe gjeneroi një ndikim të jashtëzakonshëm. Në ditët në vijim, numri i telefonatave për denoncimin e dhunës ndaj të moshuarve pati një rritje të ndjeshme. Njerëz që jetonin situata të ngjashme u ndjen të inkurajuar të kërkonin ndihmë, të denonconin, të luftonin për të drejtat e tyre. Nëna Drita ishte bërë, pa dashje, një zëdhënëse e një kauze urgjente dhe të nevojshme. Shkollat e lagjes filluan ta përdornin historinë si shembull në projekte edukative. Fëmijët mësonin për respektin ndaj të moshuarve, për rëndësinë e familjes, për atë se si të njohin dhe të denoncojnë abuzimet. Elira vizitoi disa nga këto shkolla, duke treguar pjesën e saj të historisë, duke ju përgjigjur pyetjeve, duke frymëzuar fëmijë të tjerë të jenë trima. Jeta e nëna Dritës kishte ndryshuar plotësisht. Nuk ishte më e moshuara e padukshme, e shtyrë në një dhomës, e trajtuar si barë. Ishte një grua e respektuar, e admiruar, dëshmia e së cilës kishte fuqinë të transformonte realitete. Por thellë, ajo vazhdonte të ishte e njëjta. E përvuajtur bujare me një zemër shumë të madhe për të mbajtur mëri. Një pasdite, disa muaj pas seancës, nëna Drita ishte në obor duke ujtur bimët kur pa Valbonën të ndalur në anën tjetër të rrugës. Ishnusja nuk u afrua, duke respektuar urdhrin e mbrojtjes, por qëndroi aty, duke parë shtëpinë që dikur kishte qenë e saj. Nëna Drita mund t'i kishte kthyer shpinën, mund të kishte thirrur policinë, por nuk bëri asgjë nga këto. Vetëm e shikoi përsëri, me një shprehje që përziente trishtim dhe mirëkuptim. Valbona uli syt dhe u largua ngadalë, duke u zhdukur në kthesën e rrugës. Nëna Drita u kthye të ujiste bimët, duke menduar se si urrejtja i gërryen njerëzit përbrenda, se si lakmia të verbon, se si dashuria është gjithmonë rruga më e vështirë, por edhe e vetmja që ja vlen. Nuk i dëshironte të keqen Valbonës. Dëshironte vetëm që ajo të mësonte, të ndryshonte, të gjente paqe në një farë mënyre. Nata erdhi e qetë dhe nëna Drita u ul në karrigen e re që i kishin dhënë, duke parë oborin ku ishin ndërtuar kaq shumë kujtime. Elira erdhi të ulej në prerin e saj, shumë e madhe për atë, por ende duke dashur ngrohtësinë e krahëve të gjyshes. Arbeni solli një çaj të ngrohtë dhe u ul pranë. Të tre qëndruan aty në heshtje, vetëm duke shijuar shoqërinë e njëri tjetrit, duke e ditur se kishin kaluar një stuhi, por tani ishin në ujëra të qeta. Drejtësia ishte vënë në vend, dinjiteti ishte restauruar dhe dashuria kishte fituar. Një vit kishte kaluar që nga ajo seancë gjyqësore që ndryshoi gjithçka. Kamza vazhdonte të ishte i njëjti qytet si gjithmonë, me rrugët e tij të zhurmshme, tregtinë e gjallë, njerëzit e tij që luftonin për përditshmërinë. Por në shtëpinë e nëna Dritës, diçka thelbësore ishte transformuar. Nuk ishin vetëm muret e lyer apo mobiljet e riorganizuara. Ishte diçka më e thellë, diçka që ndihej në ajër, në mënyrën se si njerëzit hynin dhe dilnin nga ajo shtëpi me buzëqeshje në fytyrë, në energjinë pozitive që buronte nga çdo cep. Nëna Drita e kishte mbajtur premtimin. Transformoi një pjesë të shtëpisë në një hapësirë komunitare për gratë e lagjes. Dhoma e vjetër e ngrënies tani ishte një vend takimi, me karrige të vendosura në rreth, një tavolinë me kafe gjithmonë të freskët dhe biskota shtëpie. Çdo të martë dhe të enjte pasdite, gratë të gjitha moshave mblidheshin aty. Disa vinin për të mësuar të lexonin dhe të shkruanin, pasi nëna Drita, me ndihmën e një mësueseje vullnetare, kishte ngritur një kurs të vogël alfabetizimi. Të tjera vinin vetëm për të biseduar, për të shfryrë, për të ndarë dhimbjet dhe gëzimet e tyre në një mjedis të sigurt dhe mikpritës. Ishte e pabesueshme të shihej se si ajo hapësirë ishte bërë një streh. Gra që jetonin në marrëdhënie abuzive gjenin aty guximin për të kërkuar ndihmë. Të moshuara që ndiheshin të padukshme gjenin aty zë dhe komunitet. Nëna beqare që mbanin peshën e botës mbi supe gjenin aty mbështetje dhe solidaritet. Nëna Drita e kishte mësuar në lëkurën e saj se çfarë do të thoshte të vuajë në heshtje, dhe tani përdorte përvojën e saj për të ndihmuar të tjerat të thyenin këtë heshtje. Elira, tani 13 vjeç, ishte prani e vazhdueshme në këto takime. Vajza ishte rritur shumë atë vit, jo vetëm fizikisht por edhe emocionalisht.
Përvoja e të dëshmuarit të luftës së gjyshes dhe e të marrurit pjesë aktivisht në atë proces drejtësie kishte formuar tek ajo një ndjenjë të fortë etike dhe empatie. Ajo ndihmonte të shërbente kafen, bisedonte me fëmijët që vinin bashkë me nënat e tyre dhe ndonjëherë, kur nëna Drita ja kërkonte, lexonte fragmente librash ose lajmesh për grupin. Letra që Elira kishte shkruar vazhdonte të qarkullonte në rrjetet sociale, duke u shpërndar sa herë që shfaqej një rast i ri abuzimi ndaj të moshuarve. Ishte bërë një referencë, një tekst që prekte zemra dhe hapte ndërgjegje. Elira merrte mesazhe nga e gjithë Shqipëria, nga njerëz që e falenderonin që kishte pasur guximin të ekspozonte situatën, nga njerëz që tregonin historitë e tyre, nga njerëz që thoshin se ishin frymëzuar prej saj për të denoncuar abuzimet që vuanin ose dëshmonin. Vajza kishte krijuar një blog ku shkruante për respektin ndaj të moshuarve, për të drejtat e grave, për rëndësinë e familjes dhe komunitetit. Për një vajzë 13 vjeçare, kishte një pjekuri mbresëlënëse dhe nëna Drita e dinte se kjo ishte rezultati gjithçkaje që kishin jetuar bashkë. Dhimbja kishte mësuar, lufta kishte forcuar, fitoria kishte frymëzuar. Edhe Arbeni kishte ndryshuar thellësisht. Terapia po e ndihmonte të rindërtonte vetvlerësimin, të kuptonte modelet e abuzimit që kishte vuajtur, të falte veten për paftësinë që ndjeu për të mbrojtur nënën. Ishte kthyer në punë me më shumë zell, mori një promovim dhe po rilidhej me miq të vjetër që i kishte humbur gjatë viteve të martesës me Valbonën. Marrëdhënia e tij me Elirën ishte ngushtuar. Bab e bi bisedonin më shumë, qeshnin bashk, bënin shëtitje në fundjavë. Arbeni por i mësonte të ishte baba, të ishte i pranishëm, të ishte shembull pozitiv. Dhe Elira, nga ana tjetër, po shitet e babai jo burrin e dobët dhe të nënshtruar që Valbona gjithmonë tregonte, por një burr që pati guximin të rifillonte, të pranonte gabimet e tij, të kërkonte të ishte më i mirë. Për Valbonën, pak dihej. Ishte larguar nga lagjja menjëherë pas seancës, e turpëruar nga ekspozimi publik, e izoluar nga fqinjet, pa miq apo mbështetje. Arbeni kishte vazhduar me procesin e divorcit, i cili u zhvillua pa komplikime të mëdha, pasi Valbona nuk kishte shumë për të argumentuar. Kujdestaria e Elirës i mbeti babait me të drejtë vizite për nënën, por Elira rrallë donte të shkonte. Mërzia ishte e thellë dhe ndoshta do të duheshin vite, apo edhe një jetë e tërë, për të shëruar. Nëna Drita, në mençurinë e saj, kur nuk fliste keq për Valbonën para Elirës. E kuptonte se, pavarësisht gjithçkaje, ajo ende ishte nëna e vajzës dhe se një ditë, ndoshta, të dyja do të duhej të gjenin një formë bashkëjetese. Nuk i takonte asaj të ushqente urrejtjen apo mërinë. I takonte asaj të mësonte për faljen, për dëmshurinë, për atë se si është e mundur të shërohesh pa harruar. Hapësira komunitare që krijoi nëna Drita filloi të tërhiqte vëmendjen e organizatave sociale dhe ojqve që punonin me të drejtat e të moshuarve dhe luftën kundër dhunës në familje. Përfaqësues të këtyre organizatave vizituan shtëpinë, njohën punën që po bëhej dhe ofruan mbështetje. Siguruan donacione librash, materialesh didaktike, ushqimesh për takime. Disa avokate vullnetare, të frymëzuara nga puna e Blerinës, filluan të ofronin konsulta juridike falas në atë hapësirë, duke ndihmuar gratë të kuptonin të drejtat e tyre dhe të merrnin masa ligjore kur ishte e nevojshme. Blerina vazhdonte të ishte prani e vazhdueshme në jetën e nëna Dritës. Të dyja kishin zhvilluar një miqësi të thellë që shkonte përtej marrëdhënies avokate-kliente. Blerina shitet te nëna Drita një nën të dytë, një burim mençurie dhe force. Nëna Drita shitet te Blerina shpresën e një brezi më të drejtë, më të ndërgjegjshëm, më të gatshëm për të luftuar për ata që nuk kanë zë. Avokatja e re kishte fituar njohje profesionale për rastin. Zyra e saj, që më parë mezi kishte klient, tani ishte gjithmonë plot. Por ajo kur nuk i harroi rënjet e saj, kur nuk ndaloi se marri raste pro bono, kur nuk e humbi idealizmin që e bëri të zgjidhte drejtësinë si profesion. Rasti i nëna Dritës kishte qenë një pikë kthese në karrierën e saj, por më shumë se kaq, kishte qenë një mësim jete që do ta mbante për gjithmonë. Besarti di që kishte regjistruar videon vendimtare, gjithashtu u bë pjesë e atij komuniteti të zgjeruar. Ai filloi të ofronte kurse muzike falas për fëmijët e lagjes, duke përdorur pajisjet e tij për të mësuar ritmin, harmoninë, shprehjen artistike. Thonte se donte t'i kthente komunitetit pak nga ajo që kishte marrë. E vërteta është se ajo histori e kishte prekur thellë, kishte zgjuar tek ai një ndjenjë përgjegjësie sociale që më parë nuk ekzistonte. Karrigia e thyrë që nëna Drita e kishte mbajtur në obor si monument, u bë një simbol lokal.
Fqinjet sillnin vizitor për ta parë, shpjegonin historinë, e përdornin atë objekt si pikënisje për biseda rreth dhunës, respektit dhe dinjitetit. Disa njerëz linin lule pranë karriges, të tjerë linin shënime me mesazhe mbështetjeje dhe solidariteti. Ishte bërë një memorial i gjallë, një kujtesë se dhimbja mund të transformohet në forcë, se dhuna mund të mposhtet nga drejtësia. Teto Luljeta, shoqja që ishte rilidhur me nëna Dritën dhe kishte sjell të bien Blerinën në rast, gjithashtu u bë pjesë aktive e hapësirës komunitare. Ajo ndihmonte të organizonte takimet, të bënte kafen, të priste gratë që vinin. Thonte se kjo u jepte kuptim ditëve të saj, se ndihej e dobishme dhe e nevojshme. Dy shoqet që ishin rigjetur në një moment krize, tani punonin krah për krah në ndërtimin e diçkaje të bukur dhe transformuese. Një ditë, nëna Drita mori një ftesë të veçantë. Një universitet lokal donte që ajo të jepte një leksion për studentët e drejtësisë dhe punës sociale mbi përvojën e saj me sistemin e drejtësisë dhe mbi punën komunitare që po zhvillonte. Ajo u nervozua me idenë, kur nuk kishte folur para një publiku kaq të madh dhe akademik, por Blerina e inkurajoi dhe ajo pranoi. Ditën e leksionit, auditori ishte plot. Student, profesor, profesionist të fushës, të gjithë donin të dëgjonin historinë e asaj gruaje të thjeshtë që ishte bërë simbol i rezistencës. Nëna Drita u ngjit në skenë me këmbët që i dridheshin, por kur filloi të fliste, zëri i saj fitoi qëndrueshmëri. Tregoi gjithçka edhe një herë që nga fillimi, pa kursyer detaje të dhimbshme, por edhe duke festuar fitoret dhe mësimet. Foli për rëndësinë e avokatëve të përkushtuar ndaj drejtësisë sociale, si Blerina. Foli për rolin vendimtar të provave, si videoja e Besartit. Foli për guximin e nevojshëm për të denoncuar, edhe kur ke frikë. Foli për fuqinë e komunitetit, se si askush nuk fiton i vetëm, se si solidariteti është forca më e madhe që kemi. Dhe në fund, përsëriti frazën që tashmë ishte bërë një mantër. Një nën nuk është karrige. Nëse përpiqen ta thyen, ajo ngrihet. Auditori shpërtheu në duar trokitje. Shumë kishin lot në sy. Disa student bën pyetje dhe nëna Drita u përgjigj me mençurinë e dikujt që ka jetuar, ka vuajtur dhe ka mësuar. Kur leksioni mbaroi, u formua një radhë njerëzish që donin ta përshëndesnin, ta falenderonin, të bënin foto me të. Nëna Drita, gjithmonë e përvuajtur, e priste çdo person me një buzëqeshje dhe një përqafim të ngrohtë. Ky leksion ishte vetëm i pari nga shumë të tjerë. Nëna Drita filloi të ftohej për të folur në shkolla, në qendra komunitare, në evente për të drejtat e njeriut. Historia e saj ishte bërë mjet edukativ, frymëzim për ndryshime, shembull se kur nuk është vonë për të luftuar për drejtësi. Ajo kur nuk kërkonte pagesë për këto leksione, thoshte se po bënte vetëm pjesën e saj, duke i kthyer botës pak nga mbështetja që kishte marrë. Me kalimin e kohës, puna e nëna Dritës fitoi një dimension edhe më të madh. Bashkia e Kamzës e njohu zyrtarisht hapësirën komunitare që ajo kishte krijuar dhe ofroi mbështetje strukturore. Ndihmuan në rinovimin e hapësirës, në zgjerimin e bibliotekës komunitare që ishte formuar, në instalimin e kompjuterëve për kurse të përfshirjes digjitale. Ajo që kishte filluar si një nismë personale e një të moshuare të vendosur ishte transformuar në një projekt social të strukturuar dhe efektiv. Elira e ndiqte gjithçka me një krenari të pamas. Sa herë që dikush e pyeste për gjyshen, ajo tregonte historinë me detaje, pa u lodhur kurrë përsërituri. Shitet e gjyshja jo vetëm një person të familjes, por një model njeriu, dik që kishte kaluar më të keqen dhe kishte zgjedhur ta transformonte dhimbjen në dashuri, padrejtësinë në luftë, vuajtjen në solidaritet. Vajza kishte vendosur se, kur të rritej, donte të bëhej avokate si Blerina. Donte ta përdorte ligjin për të mbrojtur ata që kishin nevojë, për t'u dhënë zë të heshturve, për të bërë drejtësinë të mbizotëronte. Nëna Drita emocionohej sa herë që e dëgjonte mbesën të fliste për këto plane, e dinte se trashëgimia që po ndërtonte shkonte shumë përtej saj, do të përjetësohej në brezat e ardhshëm. Edhe Arbeni kishte gjetur rrugën e tij të kontributit. Filloi të merrte pjesë në grupe mbështetëse për burra viktima të abuzimit emocional, duke ndarë përvojën e tij, duke ndihmuar të tjerët të njihnin modelet e manipulimit dhe të kërkonin ndihmë. Zbuloi se historia e tij mund t'i ndihmonte burra të tjerë të kuptonin se nuk ka turp të pranosh brishtësinë, se kërkimi i ndihmës është shenjë force, jo dobësie, se është e mundur të rindërtosh jetën pas vitesh në nshtrimi. Transformimi i familjes ishte i dukshëm për të gjithë. Aty ku më parë kishte tension dhe frikë, tani kishte paqe dhe afeksion.
Aty ku më parë kishte heshtje të rënda, tani kishte biseda dhe të qeshura. Aty ku më parë kishte një të moshuar të shtyrë në një dhomë të errët, tani kishte një matriarke të respektuar, të dashur, të festuar. Në një pasdite veçanërisht të bukur, me diellin e artë të perëndimit që lante oborrin, nëna Drita ishte ulur në karrigen e saj të re, atë që fqinjet ja kishin dhënë. Shikonte lëvizjen e shtëpisë, gratë që hynin dhe dilnin nga hapësira komunitare, Elirën që ndihmonte të shërbente kafe, Arbenin që bisedonte me një djalë që kishte ardhur të kërkonte këshilla juridike nga Blerina. Ndiu një paqe të thellë, nga ato që vijnë vetëm kur njeriu e di se është në vendin e duhur, duke bërë gjërat e duhura, i rrethuar nga njerëzit e duhur. Ju kujtua Zoti gëzim, e imagjinoi duke e parë nga qielli, krenar për atë që ajo kishte arritur të bënte. Ju kujtua ajo letër që ai kishte shkruar duke i kërkuar të mbronte shtëpinë, dhe buzëqeshi duke menduar se kishte bërë më shumë se kaq. Kishte mbrojtur jo vetëm shtëpinë prej tullash dhe cimentoje, por kishte mbrojtur dinjitetin e saj, vlerat e saj, trashëgiminë e saj. Karrigia e thyrë vazhdonte të ishte aty në obor, tashmë e konsumuar nga koha dhe moti, por ende në këmbë, ende duke përmbushur rolin e saj si kujtesë. Disa fëmijë që vinin me nënat e tyre për takimet ndalonin para saj, kurioz, dhe pyesnin për historinë. Nëna Drita gjithmonë ua tregonte, duke e përshtatur rrëfimin për moshën e çdo fëmije, por gjithmonë duke e përfunduar me të njëjtin mesazh: kur mos pranoni të trajtoheni me mungesë respekti, gjithmonë luftoni për të drejtat tuaja. Gjithmonë besoni se mund të ngriheni, pavarësisht sa herë përpiqen t'ju rrëzojnë. Nata po vinte ngadalë, duke e pikturuar qiellin me nuanca rozë dhe portokalli. Gratë po dilnin nga hapësira komunitare, secila duke marrë me vete pak nga energjia pozitive që kishte gjetur aty. Nëna Drita u përshëndet me secilën, i përqafoi, u uroi natën e mirë, premtoi se do të ishte aty në takimin e ardhshëm. Kur shtëpia më në fund u qetësua dhe mbeti vetëm familja, të tre u ulën në tryezë për të darkuar. Nëna Drita kishte bërë oriz, fasule, një mish me qep të thjesht por të shijshëm. Elira shtroi tryezën, Arbeni solli kanë me lëng. U ulën bashk, si që bënin çdo natë tani, dhe para se të fillonin të hanin, bën diçka që ishte bërë ritual. Kapën duart dhe secili tha një gjë për të cilën ishte mirënjohës atë ditë. Elira filloi: jam mirënjohëse për gjyshen, për gjithçka që na mëson çdo ditë. Arbeni vazhdoi, me zërin e mbytur: jam mirënjohës që pata guximin të rifilloj, dhe që ju kam ju të dyja pranë. Nëna Drita mbylli sytë për një moment, duke ndjerë ngrohtësinë e atyre duarve në të sajat, dhe pastaj tha: jam mirënjohëse që jam gjallë, që jam këtu, që mund të jem e dobishme. Jam mirënjohëse për dashurinë që na bashkon dhe për forcën që gjetëm bashkë. Filluan të hanin, duke biseduar për ngjarjet e vogla të ditës, për planet për ditën tjetër, për asgjë dhe gjithçka në të njëjtën kohë. Ishte një skenë e thjeshtë, e përditshme, por e ngarkuar me kuptim. Ishte prova se është e mundur të rindërtosh, se dashuria e mposhtë urrëtitjen, se dinjiteti mund të restaurohet. Pas darkës, Elira shkoi në dhomë për të studiuar, Arbeni shkoi të shite televizor, dhe nëna Drita mbeti në kuzhinë duke mbaruar së lari enën. Shikoi nga dritarja oborrin e errët, siluetën e karriges së thyrë që ende ishte aty, dhe mendoi për gjithçka që kishte jetuar, për gjithçka që kishte tejkaluar, për gjithçka që kishte ndërtuar mbi rënojat e dhimbjes. Mendoi për gratë që kishte ndihmuar, për jetët që kishte prekur, për ndryshimin që kishte bërë. Mendoi për të gjitha dritat që ekzistonin aty jashtë, duke vuajtur në heshtje, duke menduar se nuk kishin rrugdalje, duke besuar se ishin shumë të dobëta për të luftuar. Dhe dëshiroi, me gjithë forcën e zemrës së saj, që historia e saj të arrinte te secila prej tyre, të shërbente si një fener në errësirë, të tregonte se gjithmonë ja vlen të ngrihesh. Sepse një nën nuk është karrige. Dhe nëse përpiqen ta thyen, ajo ngrihet. Gjithmonë. Muajt vazhduan të kalonin, stinët ndryshuan, dhe jeta ndoqi kursin e saj natyral. Por trashëgimia e nëna Dritës mbeti, solide dhe në rritje. Hapësira komunitare që ajo krijoi u bë referencë në rajon, duke u vizituar nga studiues, duke u përsëritur në lagje të tjera, duke frymëzuar projekte të ngjashme në qytete të tjera. Nëna Drita kishte mbjellë një farë transformimi social që tani rritej dhe përhapte shumë përtej asaj që ajo mund të kishte imagjinuar. Elira hyri në adoleshencë duke ruajtur aktivizmin e saj. Krijoi një kanal në rrjetet sociale ku fliste për të drejtat e njerëzit, respektin ndaj të moshuarve, luftën kundër dhunës në familje. Kishte mira ndjekës, të rinj si ajo që frymëzoheshin nga guximi dhe qartësia e saj.
Vajza që një ditë pa gjyshen të dhunoi dhe nuk mundi të bënte asgjë, tani përdorte zërin e saj që gjyshe të tjera të mos kalonin të njëjtën gjë. Arbeni njohu një grua të sjellshme, një mësuese të lagjes që gjithashtu frekuentonte hapësirën komunitare. Filluan të dilnin ngadalë, me kujdes, ai ende duke mësuar të besonte përsëri, ajo duke respektuar kohën e tij. Nëna Drita e miratonte, shihte në sytë e asaj gruaje mirësinë e vërtet, kaq të ndryshme nga falsiteti që mbante Valbona. Ndoshta, me kalimin e kohës, Arbeni do të ndërtonte një familje të re, të bazuar në respekt dhe dashuri të sinqertë. Dhe nëna Drita? Ajo vazhdoi të ishte ajo që kishte qenë gjithmonë. Një grua e thjeshtë, e përvuajtur, me zemër të madhe dhe shpirt të pathyeshëm. Zgjohej herët çdo ditë, bënte lutjet e saj, kujdesej për shtëpinë, priste gratë e komunitetit, jepte leksionet e saj, jetonte jetën e saj me plotësi dhe qëllim. Kur nuk u mbur me famën që kishte fituar, kur nuk e mendoi veten të veçantë që ishte bërë lajm. E shihte gjithë këtë si pasojë natyrale të luftuarit për atë që ishte e drejtë, asgjë më shumë. Ndonjëherë, në net të heshtura, ulej në karrigen e re dhe bisedonte me Zotin Gëzim, sikur ai të ishte ende aty. I tregonte për ditën, për fitoret e vogla dhe të mëdha, për sfidat që ende përballonte. Dhe ndjente në një mënyrë të pashpjegueshme se ai e dëgjonte, se ishte krenar, se miratonte çdo hap që ajo kishte hedhur. Shtëpia që ata ndërtuan bashk, tull pas tulle, djers pas djerse, tani ishte më shumë se një shtëpi. Ishte një simbol rezistence, një hapësirë shërimi, një shtëpi për ata që kishin nevojë për strehim. Muret që kishin dëshmuar kaq shumë dhimbje tani dëshmonin transformim. Obori që kishte qenë sken poshtërimi tani ishte sken festimi. Aty ku kishte heshtje, tani kishte zë. Aty ku kishte shtypje, tani kishte liri. Dhe e gjithë kjo sepse një e moshuar 73 vjeçare, pasi u rrëzua në mënyrën më mizore, zgjodhi të ngrihej. Zgjodhi të luftonte. Zgjodhi të mos e pranonte padrejtësinë si një fakt të pashmangshëm. Zgjodhi ta transformonte dhimbjen e saj në qëllim, plagën e saj në mesazh, historinë e saj në shpresë për të tjerët. Nëna Drita provoi se mosha nuk është sinonim i brishësisë, se përulësia nuk është sinonim i dobësisë, se heshtja nuk ka nevojë të jetë e përjetshme. Provoi se është e mundur, po, të fillosh nga e para, edhe kur gjithçka duket e humbur. Provoi se dinjiteti njerëzor është i pashkatërueshëm, se mund të plagoset, të dhunohet, të shkelet, por kur të shkatërohet plotësisht. Sepse gjithmonë, ai mund të ngrihet përsëri. Karrigia e thyrë në obor vazhdonte të ishte aty, dëshmitare e heshtur e gjithçkaje që kishte ndodhur. Nuk ishte më vetëm një copë plastike e krisur. Ishte një monument i tejkalimit, një kujtesë se ajo që u përpoqën ta përdornin për të shkatëruar ishte bërë simbol i forcës. Krisjet në karrige ishin si plagët në shpirtin e nëna Dritës, shenja të dhimbshme, por edhe prova mbijetese, dëshmi të betejave të fituara. Dhe kështu, jeta vazhdoi në shtëpinë e nëna Dritës në Kamës. Një jetë plot kuptim, qëllim, dashuri. Një jetë që frymëzonte, që transformonte, që provonte se kur nuk është vonë për drejtësi, kur nuk është vonë për të rifilluar, kur nuk është vonë për të ngritur. Sepse një nën nuk është karrige. Dhe nëse përpiqen ta thyejnë, ajo ngrihet. Gjithmonë ngrihet. Fundi i historisë të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e nëna Dritës, Elirës dhe Arbenit t'ju ketë prekur thellë në zemër. Nëse u emocionuat me këtë udhëtim lufte, tejkalimi dhe dinjiteti të restauruar, lini like-ën tuaj, abonohuni në kanal dhe na tregoni në komente cili moment ju la më shumë mbresa. Ishte guximi i nëna Dritës për t'u ngritur? Letra emocionuese e Elirës? Transformimi i Arbenit? Apo ndoshta krijimi i asaj hapësire komunitare që ndryshoi kaq shumë jetë? Çdo ditë, ne sjellim histori intensive dhe të vërteta si kjo, që zbulojnë anën më të thellë të shpirtit njerëzor, që tregojnë se është e mundur të fitosh edhe kur gjithçka duket e humbur, që frymëzojnë secilin prej nesh të jetë më i mirë, të luftojë për atë që është e drejtë, të mos e pranojë kurrë padrejtësinë si fat. Pjesëmarrja juaj është thelbësore për të vazhduar t'i çojmë këto histori përpara. Ndajeni me ata që doni, komentoni reflektimet tuaja, bëhuni pjesë e këtij komuniteti që beson në fuqinë transformuese të rrëfimeve njerëzore. Ju presim në episodin e ardhshëm me një histori të re që do t'ju prek emocionet dhe do t'ju bëjë të besoni edhe më shumë në forcën e qenies njerëzore. Deri atëherë, mbani mend, edhe ju mund të ngriheni, pavarësisht sa herë përpiqen t'ju rrëzojnë. Një përqafim të fortë dhe shihemi herën tjetër.